Ju uroj mirëseardhje në hapësirën informative Shqipëria Sot. Unë jam Kasandra Pali dhe së bashku do jemi në minutat në vijim për të parë të gjitha zhvillimet kryesore. Në këto momente është trajneri i ri kombëtares shqiptare Rolando Maran, i cili po zhvillon një konferencë për media për të folur në lidhje me listën e lojtarëve të grumbulluar përmiqësore ndaj Izraelit dhe Luksemburgut. Të ndjek. Per una questione perché il lavoro possa proseguire bene questa lista è stato non è che è ovvio che avrei voluto di arrivare al massimo possibile per vederne più possibile perché il lavoro possa proseguire bene ho cercato di ridurre neanche di ridurre di arrivare al massimo possibile per vederne più possibile perché questa è una fase in cui dobbiamo cercare io devo cercare di conoscere più giocatori sarà interessante perché sono partite in preparazione a quelle che verranno, saranno fondamentali, per cui su questa lista ho cercato di capire e di vedere chi poteva essere più funzionale, però avrei voluto che fosse più grande questa lista, proprio perché c'è questa possibilità e volevo sfruttare al meglio. Seguirò da vicino poi tutti quanti nel proseguo, quando inizierà la stagione. Do kisha dashur sigurisht që të ishte pak më e gjatë kjo listë, sepse kam dëshirë që sigurisht të shikoj të gjithë lojtarët dhe të shikoj se cilët mund të jenë më funksional për t'ju përshtatur edhe ndeshjeve, duke qenë se janë dy ndeshje të cilat do të jenë fundamentale për përgatitjen e ekipit edhe për në vazhdim. Ka qenë e vështirë, por nga njëra anë unë jam përqendruar dhe jam referuar edhe waiting list, asaj listës së madhe që xha ishte e krijuar dhe sigurisht kam punuar për të kuptuar pak më mirë edhe se si është gjendja e lojtarëve, duke qenë se një pjesë prej tyre nëse janë mirë në kushtet fizike ose nga ana tjetër nëse se si po ju shkon dëmtimi dhe mund të përmend edhe emrat e lojtarëve të cilët në fakt janë të dëmtuar, Strakoshat me të cilin kam komunikuar nëpërmjet telefonit edhe po vijon ndërkohë edhe procesin e tij të rikuperimit atje ku ndodhet, ndërkohë që po ashtu kemi pasur komunikim dhe jemi takuar me Dajsinanin, me Muçin, me Manaj dhe Gripshin, të cilët kanë qenë edhe këtu na kanë vizituar dhe kanë bërë vlerësime të duhura edhe në klinikën tonë, kështu që sigurisht është e rëndësishme edhe të punohet në këtë aspekt edhe për të arritur edhe për të marrë maksimumin nga këta lojtarë, sepse sigurisht do të jenë dy ndeshje shumë të rëndësishme. Përshëndetje mister, Gentiana Linani, Televizioni Klan. Pak ditë pasi ju zyrtarizuat si trajneri kombëtares, zhvilluam një bisedë me Edgar Çanin, ish lojtarin tuaj tek Catania dhe kombëtaren shqiptare, i cili tha se me Maranin sulmuesit shënojnë shumë dhe Armando Broja do të bëj atë hapin cilësor në këtë aventurë. Çfarë mendoni ju? Dopo che tu hai fatto la conferenza ufficiale che sei diventato l'allenatore della nazionale albanese, abbiamo avuto una conversazione con l'attaccante Edgar Çani, che voi conosce bene, e lui ha detto che con il mister Maran i attaccanti normalmente segnano tanto, così sarà un momento anche forse per Armando Broja per provare anche se stesso in questo caso. Mi fa piacere che così lo saluto, non ho ancora avuto la possibilità di salutare Çani. Mi fa piacere abbia detto questo. È vero che quasi sempre gli attaccanti con me hanno raggiunto il massimo delle realizzazioni, hanno il record di gol nelle loro stagioni. Questo significa che la squadra costruisce sempre molto per poter far sì che si realizzi, che l'attaccante possa fare molti gol. Se fa molti gol vuol dire che i risultati probabilmente è più facile che siano favorevoli e per cui questo è un buon segno. E io credo che questo possa aiutare Broja ma possa aiutare anche gli altri attaccanti. Credo una nazionale non ha bisogno di più giocatori perché si gioca in più fasi, perché si giocano partite ravvicinate. E io spero, sono convinto che quello che faremo, il lavoro che porteremo in campo aiuterà i nostri attaccanti a diventare più prolifici e riuscire a fare tanti gol che servono a questa nazionale che ne ha bisogno di gol. Jam I lumtur, jam I kënaqur për atë që ka thënë, në fakt dhe gjej rastin dhe për të përshëndetur Edgar Çanin. Është e vërtetë, në fakt gjatë punës time ka rastisur gjithmonë që lojtarët kanë arritur të shënojnë një rekord golash për gjatë sezonit dhe sigurisht që kur skuadra ndërton shumë do thotë që edhe ndihmon dhe sulmin që të shënojnë. Në këtë rast sigurisht nëse arrin të shënosh dhe rezultatet mund të jenë më të favorshme dhe kjo është një shenjë e mirë për skuadrën. Kjo gjë mund ndihmojë Armando Brojën, por mund ndihmojë edhe lojtarët e tjerë dhe sulmuesit e tjerë. Sigurisht sepse në një kombëtare sa më shumë të
punohet në grupe dhe të arrihet të ketë rezultate edhe nëpërmjet golave, është diçka që dhe unë jam i bindur fakt që me punën që ne do të bëjmë në fushë, do të ndihmojmë sulmuesit, por edhe në përgjithësi gjithë skuadrën që të arritë goli dhe sigurisht që pas golit vinë edhe rezultatet. Sabina. Përshëndetje, Sabina Mete, RTS Sports. Së pari suksese në këto 2 sfida miqësore. Pam emra të rinj dhe rikthime në listën tuaj, gjithashtu edhe emra që mungojnë, siç është ai Ivan Balliut. Një lojtar që shkon në finalen e Conference Ligës, pavarësisht se nuk luan. Kemi luksin të mos ta ftojmë ose cila është arsyeja pse mungon në këtë listë? Faleminderit. In bocca al lupo prima di tutto e anche abbiamo visto dei rientri che i giocatori che hanno rientrato con la nazionale, ma abbiamo visto che manca Ivan Balliu, un giocatore che anche se non ha giocato è stato parte della squadra giocando nella partita nella finale di Conference League. Perché qual era la ragione che lui non fa parte della lista? Io ho parlato con Ivan 3-4 giorni fa e lui è stato molto onesto e mi è piaciuto molto perché si è preso del tempo perché anche lui non sa se continuare questa sua avventura con la nazionale e mi ha chiesto di prendersi questo tempo che a me sembrava giusto a un giocatore così dargli questo tempo perché mi sembrava doveroso, un giocatore che ha fatto tanta nazionale e che in questo momento ha bisogno di capire se andare avanti con la nazionale, solo per questo. Kam folur me Ivan Balliun 3-4 ditë më parë dhe në fakt ka qenë shumë i sinqert në konstatimin e tij që nuk e di ende nëse do të vazhdoj të luaj për kombëtaren edhe kishte nevojë për pak kohë, të merrte pak kohë për të vendosur edhe mua më duket kjo është gjëja e dur, sigurisht një lojtar i cili ka bërë për kombëtaren, ka luajtur shumë ndeshje për kombëtaren dhe besoj se është gjëja e dur në këtë rast që ai të marrë kohë për të menduar. Sina. Përshëndetje, Ervin Sina, Vision Plus. Suksese, mister. Aventurën e re. Fakt është një pyetje që do të kisha dashur ta bëja që në momentin e prezantimit, po rikthehem, duke parë edhe listën, sepse është shumë aktuale edhe si pyetje. Duke marrë në konsiderat që ka shumë pakresi në raport me ato që unë paktën kisha pritshmëri. Kjo është një pritshmëri personale. I gjithë opinioni publik sportiv, nëse ka pasur një element me cilin natyrisht evidentohej një lloj shqetësimi në epokën e fundit, ka qenë dëshira për të parë më shumë lojtarë të rinj në kombëtare, futbollistë të cilët kanë më shumë minuta në këmbë dhe që duhet të ketë më shumë hapësirë, sigurisht është rasti i Muçit që në këtë rast është dëmtuar, Anis Mehmeti që ka bërë një sezon të shkëlqyer, vëllezërit Shpendi në Itali, njëri prej tyre është rikthyer tashmë. Për ju është më e rëndësishme të konfiguroni skuadrën për Euro 2028 dhe thënë këtë mund guxoni në Ligën e Kombave apo presioni i risultatit është më i njershëm për ju? Considerando che ci sono poche novità, diciamo, dei nomi dei giocatori, e sempre si è parlato anche nell'opinione sportiva qui in Albania che dobbiamo avere nuovi giocatori che fanno bene anche con le loro squadre, hanno più minuti, come per esempio Muçi, ma che lui è infortunato in questo caso, o Anis Mehmeti o forse anche i fratelli Shpendi, che uno di loro è rientrato con la nazionale. Per lei è più importante configurare, diciamo, la squadra per l'Euro 2028 o la pressione del risultato è attuale in questo senso? No, allora, siamo tutti affamati e vogliosi di fare il risultato sempre, perché credo che vincere aiuta a vincere. Questo però, la mia convocazione, che ripeto, avendo avuto poco tempo, è stato anche difficile andare fuori dalla waiting list. E ha tenuto conto di questo e ha tenuto conto anche di andare avanti, cercando di capire tutto quello che c'è di buono su un blocco che ha fatto bene, che ha fatto come è stato fatto insomma fino a poche partite fa, e capire cosa può servire dopo, da qui in poi, cosa può servire appunto per portare quello che è il mio calcio e spero per migliorare quello che può essere i risultati di questa nazionale. Per cui le considerazioni sono queste, non è la pressione o la voglia di vincere c'è sempre, noi dobbiamo averla perché ci sono dei nostri tifosi che vengono a sostenere la squadra, che hanno voglia di vedere giocare a calcio, hanno voglia di vedere la squadra vincere, perché poi vincere ci si diverte di più. Se si fanno solo esperimenti, tante volte non ti fa crescere come se magari fare gli esperimenti misurati ma vincendo. Per cui cerchiamo di avere tutte e due le cose, di essere determinati sia sull'una che sull'altra cosa, perché io credo che ci siano i presupposti per poterlo fare, per far bene. Sono partite queste
delicate, ma delicate non per l'avversario, delicate perché arrivano a fine stagione, è una fine stagione che per tanti è stata dispendiosa, è stata difficile. Chiederò un sacrificio, ma questi giocatori, per quanto ho sentito, ascoltati, visti, e ho già percepito che c'è grande disponibilità da parte loro da fare queste ultime due match in maniera forte, in maniera convinta, e questo per me è già un buon inizio. Poi verrà tutto quello che hai detto tu, che cercheremo di inserire, di vedere, ma questo lo voglio fare un po' quando avrò ben chiaro tutto quanto. Sigurisht ne jemi gjithmonë të uritur edhe jemi krenar për të arritur rezultate të mira, por siç e thash edhe më herët, ka qenë pak kohë në fakt në dispozicion, sepse jam referuar shumë edhe waiting listës që tashmë ishte e dërguar. Sigurisht që ne do kërkojmë dhe do mundohem të kuptoj se çfarë është funksionale dhe e mirë tashmë në bazën e lojtarëve të cilët edhe kanë bërë mirë në ndeshjet, sidomos në ndeshjet e fundit të kombëtares, dhe sigurisht duke marrë atë çfarë mund të mund të shërbej edhe asaj ideologjisë të futbollit që unë dua të luaj. Sigurisht që nuk ka presione, ka vetëm dëshirë për të fituar, dëshirë sigurisht edhe për të pasur rezultate të mira, edhe për tifozët të cilët gjithmonë e mbështesin skuadrën edhe duan patjetër që skuadra të fitojë. Sigurisht jo duke eksperimentuar, pavarësisht se eksperimentet të cilat janë të matura edhe mund të çojnë tek rezultatet janë pozitive, sepse nëpërmjet eksperimenteve jo gjithmonë vjen rritja. Dhe unë besoj që këto janë kushtet për të bërë mirë me skuadrën. Sigurisht që është një moment delikat, duke qenë se është fundi i sezonit edhe lojtarët vinë edhe të lodhur, të ngarkuar nga ndeshjet që kanë bërë, por sidoqoftë nga ajo çfarë unë kam komunikuar dhe çfarë kam parë deri më tani, ka një sens sakrifice të madhe nga lojtarët edhe disponibilitet shumë të madh për të qenë gjithmonë pranë kombëtarës, dhe mendoj që kjo është një nisje shumë e mirë, por sigurisht që është e rëndësishme që të nisë çdo gjë edhe të kuptojmë edhe në çfarë situate dhe çfarë ambienti jemi. Per concludere la risposta, appena finite le due partite volerò subito vedere l'Under 21 perché credo che anche questa vada attenzionata. Tanti giocatori dell'Under 21 li ho già visti e li conosco, ma avrò piacere di vedere anche ho questa fortuna che appena finite le due partite riuscirò ad andare a vedere l'Under 21, per cui anche questo sarà il primo step per arrivare poi a quello che abbiamo detto prima. Për ta mbyllur edhe pyetjen, pasi të mbarojnë të dy ndeshje, do të kem hapësirë për t'i dhënë një vëmendje edhe kombëtares U21, një pjesë e lojtarëve të tyre të saj unë i njoh në fakt, edhe do të kem fatin të shoh në ndeshjen që ata do të luajnë ndaj Italisë, sepse sigurisht që është hapi i radhës edhe për të parë edhe lojtarët të cilët kemi në kombëtarët e radhës. Olçi Avdije, Panorama Sport. Mister, gjatë kohës parartësit tuaj ka pasur Vion kështu kjo konferencë për mediat e trajnerit të ri të kombëtarit shqiptar, Rolando Maran. Ne do ecim më tej me të tjera informacione, do ndalemi në Durrës, ku një operacion i gjerë antidrog çoi në goditjen e një grupi kriminal që shpërndante drog pranë institucioneve arsimore. Lidhemi direkt nga Durrësi me kolegun Leonida Musaj. Leonida, të përshëndes, si ra policia në gjurmët e këtij grupi kriminal që shpërndante drog pranë shkollave, sa masa sigurie janë lëshuar në total dhe çfarë dihet deri më tani për emrat e të arrestuarve, a janë persona me precedent më parëshëm kriminal? Përshëndetje Kassandra, në fakt është një operacion i cili ka nisur hetimet e tij rreth 3 muaj më parë, ku policia e Durrësit dhe konkretisht agentët e antidrogës kishin siguruar informacione në rrugë operative se një grup i strukturuar kriminal vepronte në periferitë të qytetit të Durrësit dhe kryesisht në zonat e Manzës, Suktit dhe të Xhavzotajve, ku një pjesë e mirë e këtyre personave të cilët tashmë janë të arrestuar nga ana e policisë së Durrësit ushtronin aktivitetin e tyre të palishëm atë të tregtimit të lëndëve narkotike, madje lëndë narkotike të forta siç është heroina dhe kokaina, të cilën ata e tregtonin pranë institucioneve arsimore, kryesisht në gjimnazet e zonave periferike, sikundër e përmenda dhe pak më parë. Që prej marrjes informacioneve të para në rrugë operative, policia e Durrësit dhe konkretisht agentët e sektorit antidrogës po i mbanin nën survejim të rrep të grup të strukturuar i cili ishte angazhuar totalisht në periferitë të qytetit të Durrësit, ku janë mbajtur në përgjithësi për rreth 3 muaj me radhë dhe pasi janë siguruar informacionet pakundërshtueshme dhe prova dhe fakte, policia dhe prokuroria e qytetit bregdetar
kërkojnë nga gjykata prerjen e fletëve të arrestit dhe konkretisht të masave të sigurisë në ngarkim të tyre, ku 17 persona, gjykata e Durrësit nxori masat e sigurisë 13 arrest në burg, 4 prej të cilëve në arrest shtëpie dhe 1 person u shpall në kërkim dhe po punohet intensivisht për arrestimin e tij. Operacioni është zhvilluar mbrëmjen e dieshme në periferi të qytetit të Durrësit, ku janë angazhuar një numër i lartë të efektivesh policie dhe kryesisht argjent të sektorit antidrogës, ku në përfundim të këtij operacioni, siç e thamë pak më parë, përfundojmë arrestimin e 17 personave me sekuestrimin e një sasie të konsiderueshme lëndë narkotike, kokainë, heroin dhe kanabis sativa, sikundër edhe u sekuestruan një numër i lartë armësh luftarake të cilat këta i posedonin të personat të cilët tashmë janë në prangat e policisë. Ky Kassandra është operacioni i dytë që vjen në harkun e pak ditëve nga drejtoria e policisë së qarkut të Durrësit, ku vetëm pak ditë më parë një operacion i tillë u zhvillua edhe në qytetin e Kavajës, ku 9 persona u bën në pranga, ishte një njëta funksiononte në të njëjtën mënyrë edhe ai grup i strukturuar kriminal, ku këta 9 persona tregtonin lëndë narkotike dhe u ashistin nxënësve të shkollave gjimnazeve të qytetit të Kavajës. Pra pak a shumë në harkun e pak ditëve rreth 30 persona janë vënë në prangat e policisë pasi në një farë mënyrë helmonin nxënësit e shkollave të qytetit të Kavajës dhe qytetit të Durrësit. E qartë. Leonida, faleminderit për këto detaje. Mirë, do ndalemi tani te një tjetër informacion, është regjizori Petri Bozo që është lënë në burg këtë të njëjtën nga ana e gjykatës së Elbasanit. Seanca u zhvillua mëngjesin e sotëm, do lidhemi direkt nga qyteti i Elbasanit me kolegen Edisona Skënderi. Edisona, të përshëndes, çfarë ndodhi në seancën e zhvilluar mëngjesin e sotëm ndaj gjërtit e një vjeçarit Petri Bozo, i cili aksidentoi të hënën për vdekje një fëmijë 7 vjeçar? Përshëndes, Kassandra, ka qenë një seancë me dyert të mbyllur. Ajo e zhvillimit gjatë ditës së sotme në gjykatën e Elbasanit për vlerësimin e masës sigurisë ndaj Petri Bozos, i cili aksidentoi për vdekje fëmijën Algit Kamuri, 7 vjeç, në fshatin Mengël ditën e hënë. Gjyqtarja e çështjes Suela Lika, pasi dëgjoi pretendimet e prokurorit të çështjes dhe po ashtu të avokatit të mbrojtës të 61 vjeçarit, vendosi të pranojë kërkesën e prokurorit të çështjes Adnan Hoxha për masën e sigurisë arrest në burg. Sipas pretendimeve dhe provave që ka paraqitur në seancë prokurori i çështjes, duket se këto ka mjaftuar për ta bindur gjyqtaren për të vendosur masën e sigurisë arrest në burg. Edhe pse mbrojtja mësohet paraprakisht se ka kërkuar një masë më të lehtë ndaj 61 vjeçarit, i cili sipas deklarimeve paraprake ka mohuar që ta ketë aksidentuar gjatë ushtrimit të shpejtësisë apo në shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Fëmia 7 vjeç, duket se këto nuk e kanë bindur gjyqtaren dhe ka pranuar kërkesën e prokurorit të çështjes. Vazhdimisht, në fakt, Petri Bozo, që në momentin e parë kur ndodhi aksidenti i rëndë, u mundua në një farë mënyre të justifikonte veprimin e tij, duke thënë se ishte me një shpejtësi minimale dhe në respektim të rregullave të qarkullimit rrugor, por duket se hetimet të paraprake, të paktën deri në fazën e parë të hetimeve që janë kryer nga prokurori i çështjes Adnan Hoxha dhe gjithashtu të asistuara nga pamje filmike dhe nga dëshmitë e qytetarëve të cilët ndodheshin në vendin e ngjarjes momentin kur ndodhi aksidenti i rëndë. Këto prova janë paraqitur gjatë ditës së sotme në sallën e gjyqit dhe gjyqtarja në përfundim të seancës, e cila zgjati rreth 2 orë, vendosi masën e sigurisë arrest në burg. Pra, deri në përfundim të hetimeve apo deri kur gjyqtari të marrë një masë tjetër ndaj Petri Bozos, ndaj tij do të apelohet arresti në burg dhe ky fundi do duhet të qëndrojë në paraburgim deri në vijim të hetimeve. E qartë, Edisona, faleminderit për raportimin.
Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka gjobitur me 4 milion lek dhe ka pezulluar aktivitetin e kompanisë Alpkrom në Elbasan. Në ambientet e saj janë gjetur të magazinuara 318 tonë mbetje të rrezikshme. Kompania nuk dispononte asnjë kontratë për asgjësimin apo përpunimin e tyre. Pezullimi i aktivitetit të këtij subjekti do vijojë deri në asgjësimin e plotë të mbetjeve të rrezikshme. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit i ka pezulluar përkohësisht aktivitetin kompanisë Alpkrom në Elbasan. Njëkohësisht e ka ndëshkuar me gjob prej 4 milion lek. Kësht kjo për trajtim të mbetjeve të rrezikshme. Vendimin, sqaron Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, e ka ndërmarrë pas inspektimit të kryer nga Drejtoria Rajonale e Elbasanit për menaxhimin e mbetjeve dhe trajtimin e tyre. Gjatë kontrollit, Inspektoriati thotë se e ka konstatuar që subjekti kishte të magazinuara në ambientet ku ushtron aktivitetin rreth 318 tonë mbetje të rrezikshme, të dala nga sistemi i pluhur kapsit. Për këtë sasi mbetjesh që konsiderohen të rrezikshme, subjekti nuk dispononte asnjë kontratë transferimi për evadimin, asgjësimin apo përpunimin e tyre. Në zbatim të ligjit, IKMT thotë se ka vendosur masën administrative ndaj kompanisë dhe gjithashtu ka pezulluar aktivitetin deri në asgjësimin e plotë të mbetjeve sipas legjislacionit në fuqi. Mirë, i kthehemi në këtë transmetim të drejt për drejt. Në këtë moment ka përfunduar dhe mbledhja e qeverisë. Është zëvendës kryeministri Albana Kurçiu që po flet në këtë moment për vendimet e marra kombëtare për zhvillim dhe integrim europian, si dhe me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm të organizatës të kombeve të bashkuara. Nga ana tjetër, edhe një vendim tjetër i rëndësishëm është ai i partneritetit strategjik mes institucioneve dhe qeverisë shqiptare me agjencitë e kombeve të bashkuara për periudhën 2027-2031, gjithashtu një dokument i rëndësishëm i cili ka kaluar një fazë të gjerë konsultime publike, jo vetëm me institucionet, jo vetëm me shoqërinë civile, por edhe me partnerët dhe që bazohet në 3 shtylla të rëndësishme, që është pikërisht zhvillimi i qëndrueshëm i kapitalit njerëzor, duke garantuar që të kemi institucione të forta, të konsoliduara, por dhe punonjës të aftë profesionalisht për të çuar përpara agendën europiane. Së dyti, transformimi i qëndrueshëm ekonomik dhe rritja e gjelbër, një prioritet tjetër ky për të standardizuar edhe një herë të gjithë shërbimet që ofrohen për qytetarët, por dhe mënyrën se si i qasemi kësaj qasje, dhe së treti, mirëqeverisja, drejtësia dhe të drejtat e njeriut. 3 shtylla gjithashtu të rëndësishme kur vjen puna tek aspirata e madhe europiane. Të gjithë vendimarrjet në fakt vinë në vazhdon e konsolidimit të shtetit të së drejtës, të forcimit kapaciteteve njerëzore, të transformimit dhe të rritjes së vazhdueshme dhe të qëndrueshme ekonomike, që në thelb janë standardet e një Shqipërie europiane. Shumë faleminderit. Klajdi Bodri, Syri Televizion. Një nga pikat që u përmendët është drejtësia. Bashkimi Evropian ka ngritur shqetësimin se mazhoranca ka penguar drejtësinë në rastin e ish-paraardhëses tuaj, duke mos i dhënë prokurisë së posaçme heqjen e imunitetit. A do të ndryshojë kjo mazhorancë si edhe në raport me drejtësinë, nëse do të kemi raste të tjera për heqjen e imunitetit si në rastin e zonjës Balluku? Qëndrimi ynë ka qenë i qartë dhe nuk është një qëndrim i cili ka penguar apo pengon procesin e negociatave që po zhvillohen me Bashkimin Evropian. Vendimarrja më e fundit e tregoi më së miri që qeveria shqiptare, institucionet dhe jo vetëm, por edhe Partia Socialiste në kuvend ka zhvilluar dhe vazhdon të diskutojë dhe të dialogojë në një qasje konstruktive. Absolutisht gjithë këto vendimarrje nuk e kanë cënuar progresin e Shqipërisë, as nuk e kanë vënë në diskutim raportin e saj me drejtësinë. Dhe të gjitha këto janë thjesht aludime të opozitës dhe të atyre që në fakt e njollosin dhe përbaltin Shqipërinë për ditë, por që për fat keq nuk ja dolën dot dhe për fat mirë ne jemi këtu ku jemi sot, jemi duke diskutuar dhe duke negocuar për t'i mbyllur kapitujt brenda kësaj dekade dhe ky është lajmi që besoj duhet t'i gëzoj dhe duhet ta pranojnë të gjithë që në fund të ditës ne bëjmë detyrat, i bëjmë me përkushtim, me shumë seriozitet dhe për këtë edhe Bashkimi Evropian na njeh progresin. Nuk është një gjë e thjeshtë, nuk është
pasi duket e thjesht nëse ne diskutojmë në të përditshmen tonë kapitujt edhe gjithë negociatat që zhvillohen, është një vendimarrje dhe një punë e jashtëzakonshme e gjithë punojësve të administratës publike, sigurisht në vullnetin e qeverisë shqiptare, e cila në këtë drejtim e ka të përmbushur të gjithë misionin e saj për t'i qëndruar deri në fund dhe për të përmbushur këtë detyrim dhe këtë angazhim që i kemi vënë vetes brenda vitit 2030. Megjithëse ju thatë që është një pretendim e opozitës, fakt është në raportin e IBAR. Megjithatë, duke qenë se te ju e quani pretendim të opozitës, propozimet në kodin e procedurës Po ndiqni drejt përse drejti Shqipëria Sot për të parë se bashku të tjera informacione, ndalemi në Fier ku interesi për të përfituar nga subvencionet në bujqësi është reflektuar me fluks aplikimesh nga ana e fermerëve, vetëm në 3 ditët e para që nga hapja e këtyre aplikimeve janë mbi 500 fermerë që kanë treguar interes për të përfituar nga skemat mbështetëse. Lidhemi dire nga Fieri me kolegen Albona Davidi. Albona, të përshëndes, ti ke patur mundësi edhe të bisedosh me fermerë, çfarë thon ato dhe si paraqitet situata aktualisht me aplikimet, a e kanë më të lehtë për të aplikuar, për të përfituar nga skemat mbështetëse? Procesi i aplikimit, Kasandra, është pothuajse i njëjtë krahasuar me ato të viteve të kaluara, kësaj takon pikpamjes teknike. Pra në lidhje me procedurën që ndiqet, janë pikërisht zyrat në drejtorinë e bujqësisë dhe në atë që quhet agropika në bashkitë respektive, që mundësojnë ose asistojnë fermerët të cilët nuk mund të bëjnë aplikimin online. Pra kemi në një farë mënyrë 2 kategori aplikuesish nga pikpamja procedurale që të parët janë pikërisht fermerët më të moshuar që nuk mund të aksesojnë proceset dhe procedurat online dhe për këtë marrin asistencë dhe mbështetje duke bërë aplikimin në zyrat e drejtorisë së bujqësisë apo dhe pranë agropikës, ndërkohë që pjesa tjetër aplikojnë online. Duke ju referuar të dhënave nga zyrat përkatëse në qarkun e Fierit të drejtorisë së bujqësisë dhe zyrat e agropikës, mund të themi se në nivel qarku ka patur pikërisht nga këto zyra, pra aplikime me asistencë të specialistëve të drejtorisë së bujqësisë, afërsisht 350, vetëm në 3 ditët e para me njëherë pasi është hapur faza e aplikimeve për këtë vit. Ndërkohë që duke ju referuar edhe eksperiencës viteve të kaluara, mund të thuhet se në këto 3 ditët të para kanë aplikuar online afërsisht mbi 200 bujq apo fermer. Aplikime të cilat konsistojnë pikërisht në plotësimin e dokumentacionit dhe me njëherë pasi plotësohet dokumentacioni dhe pranohet aplikimi, në masën 90% fermerët janë fitues të subvencioneve në bujqësi. Ajo që është e ndryshme këtë vit ka të bëjë pikërisht me kriteret e forta, avantazhet apo lehtësirat që ofron skema e re kombëtare e subvencioneve në bujqësi, krahas asaj të investimeve që ka të bëjë me investimet në disa kategori apo sektor të bujqësisë, janë pikërisht lehtësirat që kanë të bëjnë me numrin e krerëve të tufave në blegtori, qofshin të ilta apo gjedh, sepse është ulur në një farë mënyre, është ulur ndjeshëm kriteri i numrit të krerëve që duhet ketë një fermer për të përfituar apo për të aplikuar për subvencionin në bujqësi, duke i dhënë mundësi kështu shumë bujqve apo blegtorëve në rastin konkret, që të përfitojnë subvencione bujqësore sipas numrit të krerëve që rrisin apo kultivojnë. Nga ana tjetër është një avantazh për bujqit e rinj, janë fermerët të cilët janë nga 25 vjeç deri në 45 vjeç, fermerë të rinj të cilët pavarësisht se do t'i nënshtrohen të njëjtave procedura dhe kritereve për të përfituar subvencionin përkatës në sektorin përkatës ku ata do të aplikojnë, do të marrin më shumë para, edhe thënë thjesht, pra do të marrin më shumë para nga një fermer i cili është mbi 45 vjeç, pavarësisht se ka të njëjtat kushte apo kritere. Pra do të favorizohen fermerët e rinj në moshë, duke përfituar më tepër subvencione në vlerë monetare, ndërkohë që sikundër dihet, procedurat janë të njëjta dhe kriteret janë të njëjta për të gjithë fermerët. Është hequr sigurisht nafta, sikundër është bërë ditur prej disa muajsh, pra nafta falas, por nga ana tjetër
Fermerët kanë mundësinë që të aplikojnë për atë që quhet sipërfaqe e mbjellë bujqësore, që ka të bëjë pikërisht me sipërfaqet e mbjella bujqësore dhe që numri i fermerëve që mund ta përfitojnë këtë subvencion është tepër i lartë sepse dihet që në pjesën më të madhe, të paktën në qarkun e Fierit, pavarësisht ose krahas kultivimit në sera bujqësore që ka zhvillim vitet e fundit, janë dhe sipërfaqet bujqësore që përfshin drithërat, pemtarinë dhe ullishtat dhe vreshtat. Pra janë sipërfaqe të konsiderueshme bujqësore të cilat përfitojnë subvencion, por me një kusht. Duhet që fermeri ose grupi i fermerëve, bashkimi i fermerëve që aplikojnë, të disponojë dhe të ketë në përdorim apo në të mbjella mbi 3 hektar. Pra 3 hektar dhe lart. Është një kusht që duket i fortë, por duket se nga ana tjetër do të nxjisë dhe që tani nga intervistat që unë kam realizuar pranë drejtorisë së bujqësisë në Fier, por edhe pranë Agropikës, fermerët kanë treguar se do të bëjnë atë që quhet bashkimi i fermerëve pikërisht për të përfituar subvencionin në të mbjellat bujqësore. Për më tepër mund të ndjekim intervistat e fermerëve se si kanë pritur ndryshimet dhe si po paraqitet fluksi pranë zyrave përkatëse të drejtorisë së bujqësisë dhe Agropikës. Shumë mirë është tani. E pra, është ulur numri i krerëve? Po, ka vajtur nga 5. Ka qenë 10, tani ka vajtur nga 5 e lartë. Ti konkretisht sa ke? Kam 12 krerë. Që do të thot tashmë mund marrësh subvencion? Po, mund marrë. Kam marrë çdo vit, jam i kënaqur. Po. Pasur mbi ke lop apo jo? Po, lop. Nga cila zonë? Në Kallmi i Madh, në Starura. Për tokën, për naftë, për para që ato japin qeveria. Po naftë nuk ka më. Po mi le të japin leka. Po nuk më zinte mua. Duhen 30 dylymë, unë 15 dylymë. Duhen 30 dylymë, ti nuk u skualifikove që tani do të thënë? Nuk më aplikohen. Nuk e bëre dot aplikim? Nuk e bëre dot, se 15 dylymë janë. Duhen të jenë 30 tonë ato. Unë kam 2.780. Nuk? Duhe dhe pak. Çfarë do bësh? Merte në shokë. Pra mund të bëhet dhe kjo, që të kultivosh tokat me qera. Me çfarë i mbjell tokat? Ti me çfarë i mbjell? Ja, deri të shi e ke mbjell ullimët shumë në tokë. E ke ullim në çfarë zone? Luari. Luari. Murim atë, i bëm aplikimin. E bërë aplikimin? Po, e bëm. Për çfarë? Bëra për toka kështu. Tokat bujqësore. Për tokë, sa sipërfaqe ke? Kam mbi 3 hektar. Pra, është ai kriteri mbi 3 hektar? Po, mbi hektar. Dhe sa i bie që merr kompensim tani? Në shite ka shtetjet, po. Pyete, nuk e pyetur? Nuk kam pyetur, sa në japin. Sa të japin? Sa të japin, do t'i marim. Mirë, Valbona, kemi ndjekur kështu edhe intervista që ke kryer me fermer. Faleminderit dhe për raportimin e drejt për drejt për këtë çështje. Tani do ndalemi në Lezhë, ku rreth 3000 biznese në këtë qytet do të përfitojnë nga falja e gjobave dhe kamat vonesave të akumuluara ndër vite. Do lidhemi për të mësuar më tepër me kolegun Gjergj Figuri. Gjergj, të përshëndes, kjo skem duhet të thënë që përfshin detyrimet e periudhës nga 2014 deri në 2024, sa është vlera totale që pritet të aplikohet për të falur nga ana e Bashkisë së Lezhës ndaj bizneseve. Po, si që thate të ju, në fakt pjesë e skemës për faljen e gjobave dhe kamatvonesave janë edhe taksa dhe tarifat vendore që bizneset të ndryshme kanë detyrime ndaj Bashkisë së Lezhës nga viti 2014 deri në 31 dhjetor 2024 dhe në fakt është një numër i konsiderueshëm bizneseve 3000, si që thate dhe ju, me një vlerë totale prej 242 milion lek të reja. Pra është një shumë e konsiderueshme që bizneset të cilët aplikojnë mund të përfitojnë, pra të shmangin këto detyrime të akumuluara ndër vite, ndërkohë që duhet thënë që për periudhën deri në vitin 2014 janë vetëm 74 bizneset që në fakt u falen të gjitha detyrimet, pra një numër shumë i vogël, por ndërkohë duke filluar nga janari 2015 deri në 31 dhjetor 2024, kjo shifër bëhet e konsiderueshme me rreth 2700 biznese, të cilat në fakt kanë krijuar një akumulim borxhi të sjell nga detyrimet, por që më pas janë penalizuar me gjoba dhe kamatvanesa, duke bërë që kjo shumë të rritet konsiderueshëm. Në fakt, ne kemi folur edhe me nënkryetarin e Bashkisë së Lezhës, Birkina Vuksani, i cila sa rënd se në fakt ka patur një interes
të këtyre ditëve nga bizneset për të përfituar, por që sigurisht ka disa kritere që duhen përmbushur në mënyrë që të përfitojnë dhe sigurisht sa më shkurtër afati i pagesës së principalit për këto detyrime, aq më shumë falen këto detyrime për bizneset, ndërkohë që zgjatja e tij do të thotë një reduktim i mëtejshëm i këtyre faljeve që mund të kryhen për bizneset e ndryshme. Ndaj është apeluar që këto bizneset të veprojnë më njëherë, sigurisht duke shkuar fillimisht për të marrë informacionin, pasi ka dhe disa kritere të tjera që duhet plotësojnë bizneset në mënyrë që të përfitojnë nga kjo falje të detyrimeve të xhopave dhe kamatvonesave, por që është një periudhë konsiderueshme dhe mjaftueshme që ato të reflektojnë dhe të paguajnë për të mos kaluar sërish si debitor me shumat maksimale që kanë deri në këto momente. Ne kemi folur me nënkryetarin e bashkisë Zonjën Bekina Vuksani, të cilën ftoj ta ndjekim edhe për të shpjeguar të gjithë procedurën për ata kriter. Do të kemi mundësi gjërë që të ndjekim në edicionet e radhës në ABC News të gjithë intervistat që e kryer se takon kësaj çështje. Unë falenderoj për raportimin e drejt për drejt. Do ndalemi tani në Vlorë me kolegun Eltonika. Elton, të përshëndes, Vlora duket se vijon që të shënoj një rritje të ndjeshme të numrit të turistëve të huaj. Këtë herë kemi përshtypjet e një grupi të ardhur nga Irlanda, apo jo? Çfarë thon ata dhe si e kanë gjetur Vlorën? Kjo është e vërtet, mund të themi që tashmë Vlora e ka zgjeruar, nëse mund të themi, gamën e turistëve nga vende të ndryshme të Europës dhe të botës, padyshim që numri është duke u rritur edhe për atë faktin që tashmë pothuajse në fund të muajit maj dhe është një periudhë shumë e mirë për ata të cilët kërkojnë të vizitojnë Vlorën dhe Shqipërinë dhe për të vizituar jo vetëm nëse mund të themi plazhet, por edhe objektet kulturore, site arkeologjike, objektet fetare të cilat ndodhen në qytetin e Vlorës. Këtë radhë bëhet fjalë për një grup turistësh të ardhur nga Irlanda, të cilët janë shprehur të kënaqur me atë se çfarë kanë gjetur në Vlorë dhe në Shqipëri. Është një tur disa ditor i cili është shtrirë sipas tyre në disa qytete të Shqipërisë, me të cilën nuk mund mungonte edhe Vlora. Gjë e parë që kanë vlerësuar është padyshim klima, që sipas tyre është totalisht ndryshe nga ajo që kanë lënë pas në vendlidhjen e tyre pikërisht në Irlandë, ndoshta një mot me temperaturat më të ulta krahasuar me diellin që kanë gjetur në Vlorë dhe një tjetër vlerësim ka qenë padyshim për mikpritjen dhe ushqimin, që ku jo vetëm turistë nga Irlanda siç kemi në grupin e fundit, por edhe në përgjithësi turistë nga vende ndryshme të Evropës dhe botës e vlerësojnë mjaft këtë të fundit në Vlorë dhe në Shqipëri, për faktin se mund të gjenden ende gjëra bio të cilat ata i konsumojnë në qytetin bregdetar, por edhe në Shqipëri. Ata kanë vizituar nga afër turistët nga Irlanda edhe xhaminë e qytetit, por edhe disa ambiente të tjera të qytetit të Vlorës, ndërsa impresionet janë më shumë se pozitive, nëse mundem të ndjekim dhe një pjesë të intervistave të tyre. Jam nga Irlanda, kemi ardhur në Vlorë për një javë. Vend impresionues, më pëlqejnë shumë njerëzit këtu, është vend i dashur. Përshtypja e parë për shqiptarët, shumë miqësore. Më pëlqejnë shumë njerëzit dhe vendi. Ushqimi juaj është fantastik. Keni edhe një kulturë të veçantë, shoh kudo xhami dhe kisha. Po, jam pjesë e këtij grupi që vim nga Irlanda. Të them të drejtën, në Irlandë nuk dëgjohet apo flitet shpesh për Shqipërinë, ndaj vendosëm ta vizitojmë nga afër. Mirë, kemi ndjekur kështu Elton edhe përshtypjet e disa prej irlandezëve të cilët ka zbuluar Vlorën në një farë mënyrë. Faleminderit edhe për raportimin e drejt për drejt, ndërkohë ecim më tej me zhvillimet. Shkodra është vlerësuar me 3 çmime të rëndësishme, duke u konfirmuar si një prej destinacioneve më të spikatura në rajon për turizëm, art dhe sport. Lidhemi direkt nga Shkodra me Simon Shkrel. Simon, përshëndes, 3 vlerësime për qytetin e Shkodrës, çfarë do të thotë kjo duke përmendur edhe faktin që jemi në prag të sezonit turistik? Atëherë, kjo është një ngjarje shumë e madhe për Shkodrën, duke qenë se është punuar shumë gjatë për ta sjellë Shkodrën në këtë pikë, duke qenë se qyteti i Shkodrës, po vetë zona që rrethon Shkodrën ofron mundësi zhvillimin e turizmit, por është punuar qoftë edhe nga pushteti lokal,
por edhe nga vetë bizneset që të kemi një zhvillim turistik, por edhe një interesim të lartë për turistin. Qoftë për çmimet të cilat janë ndarë edhe për Shkodrën si qytet i sportit, kulturës dhe i aventurës, qoftë edhe për gastronomin, qoftë edhe për eventet e ndryshme të cilat janë zhvilluar dhe zhvillohen në Shkodër. Gjitha këto kanë pasur një impakt pozitiv, duke rikthyer Shkodër një nga qendrat e rëndësishme sa i përket zhvillimit të turizmit. Shto këtu edhe vetë pozicionin gjeografik të Shkodrës, duke qenë se vetë Shkodra është porta hyrëse dhe dalëse në drejtim të perëndimit dhe impaktin e parë që turistët sa po futen në Shqipëri e marrin në Shkodër, qëndrimet e tyre në Shkodër, siç duket edhe vetë vlerësimet për Shkodrën kanë ndikuar që të merren këto çmime. E qartë. Mirë, Simon, unë falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë. Dhe me këtë zhvillim përmbyllim këto hapësirën tonë informative Shqipëria Sot. Të tjera informacioni mund t'i gjeni duke klikuar në faqen zyrtare abc.news.al. ABC News mund të ndihni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Me edicionin e mesditës në orën 12 do jeni me Fabiola Hoxhën, bashkë ndajmë këtu. Faleminderit për vëmendjen.